A ndihesh I lodhur, pa energji dhe I jetur gjatë agjerimit? Sekreti nuk është të hash shumë, por të hash më zgjuar. Zgjedhja e ushqimeve të duhura në syfyr dhe iftar mund të bëjë diferencën mes një dite të vështirë dhe një dite plot energji. Gjatë Ramazanit, trupi kalon orë të gjata pa ushqim dhe ujë, prandaj çdo gjë që vendos në pjatë ka rëndësi. Disa ushqime të japin energji të qëndrueshme për orë të tëra, ndërsa të tjerat të lënë të lodhur shumë shpejt. Ja ushqime që ekspertët rekomandojnë për të qëndruar I fortë dhe energjik. Arrat janë një burim I fuqishëm I proteinave, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme. Ato të mbajnë të ngopur më gjatë dhe parandalojnë rënien e shpejtë të energjisë gjatë ditës. Tërshëra është një nga zgjedhjet më të mira për syfyr. Karbohidratet komplekse që lirojnë energji ngadalë, duke të ndihmuar të qëndrosh aktiv për shumë orë. Orizi I kaft furnizon trupin me fibra dhe minerale të rëndësishme si magnezi, që ndihmojnë muskujt dhe reduktojnë lodhjen. Hurmat të preferuarat e Ramazanit janë perfekte për prishjen e agjerimit. Ato rikthejnë shpejt energjinë dhe furnizojnë trupin me kalium dhe hekur. Mjalti manuka është një super ushqim natyral me veti antibakteriale që forcon imunitetin dhe jep energji të shpejtë. Por energjia nuk vjen vetëm nga ushqimi, edhe pijet janë po aq të rëndësishme. Uji I kokosit është një hidratues natyral që rikthen elektrolitet dhe ndihmon trupin të rikuperohet pas një dite të gjatë agjerimi. Ndërsa lëngu I kumbullës ndihmon tretjen dhe mban sistemin tretës në gjendje optimale, duke parandaluar problemet që shpesh shfaqen gjatë Ramazanit. Në fund, sekreti është I thjeshtë. Kur zgjedh ushqime të pasura me fibra, proteina dhe minerale dhe pi lëngje që hidratojnë trupin siç duhet, ti nuk do të ndihesh I dobët, por I fortë, I fokusuar dhe plot energji gjatë gjithë ditës, sepse Ramazani nuk është vetëm durim shpirtëror, por edhe kujdes për trupin tënd në mënyrën e duhur.